Gjyri Valmieri, si kur më doli gjallë, kështu të thëtë, a gjenosret mos së dërza. Falni. Është ky njëri prej emocioneve të koautorit Nusret Plana me rastin e promovimit të librit dhe dokumentarëve për dhunën dhe gjenocidin serb të mbi 1432 fëmijëve në qereshekullin e fundit të shekullit 20. Plana theksoi se 15% të vrarëve në luftën e Kosovës ishin fëmijë, duke ngritur pyetjen tronditse: çfarë faji patën ata? Një ngjarje e cila ja ka vlerë të shënohet dhe të shpërndahet gjithandaj opinionit evropian dhe botror, sepse është ngjarje që është shënuar me gjakun e djemve dhe vajzave tona më të mira, përkatësisht me gjakun e 1432 fëmijëve tanë engjëj, viktima të gjenocidit shtetëror të Serbisë fashiste, të cilët janë ekzekutuar vetëm se ishin shqiptarë. Votimet e profesor Planës duhet të jenë të pranishme në secilën bibliotekë dhe institucion kombëtar dhe ndërkombëtar vlerësojnë bashkombës tanë. Le ta shet gjithë bota se çka ka ndodhur 98-99 në Kosovë, kjo gjenocid se nuk falet. Në qoftë se ne pajtohemi me këta, kjo do të përsëritet. Vepra e profesor Nusret Planës është aq autentike dhe bazuar në fakte, so që edhe armiqet, kur ta lexojnë këtë, e dinë se çfarë kanë bërë, dhe kjo është efekti i librit, që edhe armiqet ta shohin dhe t'i bimë pishman të kërkojnë falje për gjërat që i kanë bërë paraardhësit e tyre. Dhe vetëm kjo, kur ata kërkojnë falje, siguron paqen. Në këtë promovim u tha se në kujtim të fëmijëve të pafajshëm të vrarë gjatë luftës nuk duhet të harrohen dhimbjet dhe emrat e tyre, të jetojnë në kujtesën tonë në çdo frymëlirie dhe premtimi për paqe.